kurse... Tani, ju arrini në konkluzionet që ju doni. Po unë jam mirënjohës, jo vetëm me Alex Sorosin, po me çdo njeri që ka bërë mirë në këtë vend dhe meriton. Edhe kur vëm një emër shkolla, edhe kur vëm kur japim certifikat mirënjohje, edhe kur japim një vlerësim qytetar nderi, unë besoj që ky qytet është qytet mirënjohës dhe raca jonë është racë mirënjohës. Pjeshkretari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i arrestuar më shkurt të vitit 2024 përballët me akuza të rënda për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas pak ai dhe bashkëshortja e tij Ajola Zoza kanë përfituar mbi 1 milion euro nga lejet e ndërtimit përmes një skeme korruptive ku parat janë pastruar përmes organizatave jo fitimprurëse të kontrolluara nga Ajola. Ky e fundit dyshohet të ketë bler artikuj luksi me vlerë deri në 800.000 euro, ndërkohë që paka zyrtare e Veliajt si kryebashkiak ka qenë rreth 3.000 euro në muaj. Një element që ka tërhequr vëmendje të madhe është lidhja e ngushtë e Veliajt me Alex Soros, djalin e miliarderit George Soros. Ata janë fotografuar bashkë disa herë, madje Velia i ka quajtur dhe vëllain e tij në rrjetet sociale. Kjo marrëdhënie ka ushqyer spekulimet e Alex Soros se mund të kenë ndërhyrë për të ndihmuar Veliajn dhe bashkëshorten e tij të shmangin drejtsinë. Sipas opozitës shqiptare dhe raportimeve mediatike, përgjimet e bëra publike tregon se Velia i kërkon të gruas së tij të takojë me Alex Soros, duke lënë të kuptojë se ai ka ndikim të konsiderueshëm me sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Gent Strazimiri, përfaqësues i Partisë Demokratike, deklaroi se në Shqipëri nuk të fut në burg ligji, por vendos Alex Soros. Fondacionet e shoqërisë së hapur të Soros kanë pasur ndikim të rëndësishëm edhe në reformën në drejtsinë shqiptare, që sipas kritikëve i ka dhënë Partia Socialiste kontroll të shtuar mbi sistemin gjyqësor. Nëse Erion Veliaj dhe gruaja e tij arrin të shpëtojnë ndëshkimin ligjor, shumë kush beson se kjo do të jetë pikërisht fal ndërhyrjes dhe ndihmimit të Alex Soros.